Ja i bindur që se keni parë. Cile? Thonë që në 6 shkurt, nuk e di pse ka dalë kjo datë, po nga fillimi i shkurtit thonë. Do nisen për në hënë, pra. Pas kaq vitesh. Pa të lajmin ju. Që në 68-ën. Se ke parë se bi? Si të ka shkruar kjo lajm ty? Që në 69 ishte apo 68? 68-69, Mustafa, se Apollo, po. Apollo më duket se ishte 69, një vit kisha lidhur, isha 1 vjeç atëherë. Edhe pas sa vjetësh i bie tani? 69? Sa i bie? I thon gati 56 vjet. 57 vjet. Do nis tani pra në 6 shkurt. Janë 4 kështu. Është 1 gocë dhe 3 çuna. Po, e pash dhe foton, Artemis quhet ky misioni. Kush do e bëj? Elon Musk, SpaceX? Këtë se mora vesh pra drejt. Jo, nuk është Elon Musk, jo. Artemisin e ka NASA. NASA, pra e do nise në hënë, dhe me sa kuptova, po ishte një lajm i çuditshëm që nuk është se kishte shumë të dhëna. Sa kuptova kishte kështu pra, që do e bëjnë dhe për të kuptuar se si do sillet njeriu. Herën e parë ishte për ta zbuluar hënën. 69 të kishte drejt, se pa e shira që ka një. E tani do shohim se si do reagojë njeriu në kushte të vështira. Pra, ideja është do vjen hënë, po themi versionin zyrtar që na thonë se gjëra të tjera ne s'dim. Nuk do vjen kësaj radhe për të eksploruar. Po do vjen 2 kështu. Do vjen, pra një do jetë që do zbresin, një 2-3 ditë rrugë është kjo, ndërsa tjetra do vi vërdall hënës që të shohim se njeriu se ka parë akoma pjesën e mbrapshme, pjesën e errësirës. Se ne shohim vetëm një pjesë të hënës, ka një pjesë nga mbrapa që është errësirë. Pra do bëjnë këtë, ajo do një 10-11 ditë. Pa total për sa ditë ikin e vinë ata? Po për 2-3 ditë, ndoshta 2 ditë shkojnë, nuk e di sa do rinë atje. Po ideja është që ta përdorin një ditë si trampolin për të ikur në Mars. Tani besoni ju këto sinqerisht. Marsin ndërkohë do... Këtë dekadë do shkojmë në Mars. Në Mars? Po disa largë është o plak? Po shumë largë, po do shkojmë në Mars. Po nuk shkon do të, Sa vite? Se janë miliona, janë me shpejtësinë e dritës thonë, se sa donte 4 vjetë në duket? Jo, se s'mundoj 4 vjetë. 4 vjetë me shpejtësinë e dritës, po e sigur. Ja, futu shikoha. Është e pa mundur që doj 4 vjetë me shpejtësinë e dritës. Marsi? Është e pa mundur. Unë di që hajt do, vlla. Më vjen keq. Ata shohim? Jo, se s'ka mundësi 4 vjetë me shpejtësinë e dritës. 4 vjetë me shpejtësinë e dritës ti del jashtë galaktikës. Jo, 4 vjetë për të vajtë në Mars, varet dhe nga shpejtësia e asaj mrokullës që do t'i çojë. Përshëndetje toksore. Ju sa po kemi mbritur, jemi live këtu në MCN TV, si çdo të martë të mërkurë dhe të premte, për qefin tonë, të martë të mërkurë jemi në orën 10, ndërsa të premte ne jemi në orën 9 të darkët. Sot është data 27, është e martë 27 janar 2026, zënja zotrinj, ora në këtë momente shënon 22:04 minuta. Jemi këtu me çunat referotull meje, operatorët e MCN-s, që i përshëndes. Jemi me teknikët audio dhe video dhe Ledio që është mbi koka tona. Ledio, mirë mbrëma. Mbrëma, Çani. Ledio, me qëra fjala, a i ke gati të gjitha bashkë me këtë video në fundi që të nisa unë? Po, gati kam gjitha. I ke të gjitha? Po. Ta filloj me këtë se ishte e gëzuar, ka të bëj me emisionin tonë, një njeri i pa njohur në fakt, që një ditë do të marrë në emision, po si ishte rasti sot, se duke si masturbim kështu. Ke përësysh, një lloj masturbimi i panevojshëm. Ka bërë xhiron e rjetit. Edhe i thot njerëzve, keni dilema akoma çfarë zgjidhni, shikoni? Keni dilemë për të parë këtë apo këtë? Zgjidhni zonë e lirë, thot. Po mënyra si e ka ndërtuar videon, Babyface quhet faqja në Instagram, për gjithë ju që doni ta shikoni për qef. Ka dhe video tjera shumë interesante, kësaj radhe kishte bërë një për ne, për emisionin. Babyface, shkruhet baby, face, bashk.
djali që e bën quhet Mario Mara. Mario Mara, po. E ka emrin, dhe mbi emrin Mario Mara. Ai vetë ka fytyrën si Babyface, është shumë i talentuar. Është shumë i apasionuar pas Jungut, sigurisht njeh dhe Freudin. Një ditë marrë me emision është shumë interesant, Sebastian. Është autodidakt, filozofi, teologji e gjitha këto, po ndërkohë është graphic design. I papar. Është një ndërthurje shumë e bukur, midis krijimet edhe koncepteve racionale. Edhe është ai djali mirë, se fola në telefon, falenderova, dhe i thash Mario, kur do m'vish në emision, me që, se po të shofër gjithë video e ty, ka mim për shembull ai në video, do japim një ditë kur të vi këtu, i ka kështu, ka shumë gjëra, ka shumë video që i bën, nga që është grafik design, i bën vetë, me efekte, me gjëra, me muzikë në sonde, me të gjitha këto marsin, dhe thash kur do m'vish në emision, më tha Arjan, unë jam, kam mësuar, jam autodidakt, kam vështirë të flas me zotrin që keti në studio, tha, sepse ata janë me shkollë, tha, me të gjitha këto, tha. E në autodidakti... Më pëlqeu modestia shumë që kishte. Jo, ti si autodidakt, o mërësi ti kem baru shkollë, li filozofi. Për te, flas, në kuptimin... Për te asaj, po. Jo, thjesht një dije specifike, në një fush. Edhe Sebi besoj një të njës, edhe se filozofi ka dije shumë mira, po i ka autodidaktë. Edhe pse Sebi ka mbaruar juridik. Po pra? Punon si gazetar plus në MSNTV, Sebastian Zonja 23, e di që ja o them shpesh, po, ju gjithmonë jeni të rinj që vini në emision dhe duhet ta dini se me kë po flas. Dhe ndërkohë, Marsit Gupi është avokat penalist, është pedagog të Marin Barleti, ka mbaruar ligj filozofi. Me qëra fjala, le ta nisim kot për qef, me gjë është e martë sot, e marta është ditë e errët në përgjithësi apo jo. Apo jo është e premtja, jo e premtja është ditë e bukur, e marta është e errët. E marta mbahet si mas traditës kulturore. Rënia e Konstantina Poez, po tamam. Ters Ndaj është e marta. delur në Kangele Marta. Ters është e marta, këtë drejt po. Konstantinopoli. E palosi ai. Salaudin Eliaubi. Jo. Si quhej? Po në Mehmetit. Mehmeti pra? Mehmet Fatiu. Me këta i qenë Jeruzalemin, Salaudin. Tani e kuptuat, jeni akoma në dilem, këto zgjidhni? Ja. Shikoni Babyface dhe e kuptoni. Leben ist Wille zur Macht. Der herrscht doch offensichtlich überall. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst. Tani, mua vjen për qeshur. Ky një vend mizerabël me 2 milion banor. 95%, 97% janë gojima, po gojima kështu horvi otomane të papara. Dakor? Po jo aq shumë. Më dëgjoj pra vllajin tat, më dëgjoj brenda unazës ke vetëm 5 njerëz që mendojnë morbor aman, po më beson. Babyface papar. Babyface së shpejti në emision. Plaset fabula e parë në ekran. Ivanka ishte para ca ditësh, Papagjiu jon, Ramsi 4, ishte par dje, këto 2-3 ditë e fundi ka qenë në Izrael, në Kneset, sa bukur e quajnë parlamentin, Kneset. Kneset është shkurtim? Jo, duhet jetë fjala në gjuhën izraelite për kuvend. Po, nuk është KNESET, jo. KNESSET. Dakor, nuk është shkurtim, domethënë. Jo. Nuk është shumë si akshi, AKSH. Jo, s'ka lidhje. Ramsi ishte në Kneset Marsit, pas Ivankës. Po. Pyetja që shtrohet, paktën ky është perceptimi në publik, edhe pse unë nuk e besoj fare që e bën për këtë. E bën për arsye të tjera, do i marrë vesh më vonë, por ç'si ka, perceptimi i përgjithshëm është ky. Si po mbrohet Ramsi nga drejtësia shqiptare? Pra, është duke luajtur politikën e jashtme, duke luajtur fort politikën e jashtme, rikthimi fort, ai ka qenë gjithmonë në fakt, po tani po rikthehet fuqishëm për të kapur shpinën e bardhë, siç ka hapur llafet vet me njerëzit e tij, që brenda shkurtit ose ndoshta në mars, nuk e di mirë datën, mund të jetë shkurt mars, do jetë në shpinën e bardhë, do takoj Trumpin. Këto janë llafet që janë hapur, ka që i besojnë 100%, ka që nuk i besojnë fare. Kjo do merret vesh apo jo Marsi, sepse nuk është një gjë e fshet, do merret vesh. Shkoj shkurtër. Kështu që po e filloj me Marsitin dhe pastaj dua të di ku bashkoni dhe ku ndani ju te kjo pikë.
Pra, marrësisht sipas teje, çfarë është kjo që po bën Papagjiu? Super Papagjiu. Shiko Çani, këtu mënyra si vepron ose si operon Spaku, ose për ta thënë në koncept më të zgjeruar drejtësia, është gjithsesi e lidhur me një mbështetje ndërkombëtare që përfaqësohet nga dy entitete. Një është përfaqësia amerikane ose strukturat e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku përfshin ambasadat, njerëz të institucioneve të posaçme që punojnë afër strukturave të drejtësisë, dhe dyta është entiteti më saktë ose përfaqësitë e Bashkimit Evropian. Dhe gjithmonë kur Spaku operon, perceptimi publik që krijohet është nga pas e mbështet ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose Bashkimi Evropian. Dhe synimi i tyre është që të krijohet ndarja e tre pushteteve, goditja e fenomenit pandëshkueshmërisë, goditja e zyrtarëve të lartë korruptuar dhe grupeve kriminale si dy subjekte të posaçme që e rrezikojnë rendin dhe sigurinë publike. Dhe siç dihet, muajt e fundit për shkak të nivelit goditjeve që Spaku tashmë i çoi deri te zyrtarët më të lartë, pra kemi kryetarin e bashkisë, vendos kryeministrin, ministrin energjetikës dhe infrastrukturës dhe disa ministrit të tjera, të cilët janë goditur më përpara. Perceptimi që u kryer është që standardi ose steka u ngrit aq lart sa tashmë ka ngelur vetëm për shkuar drejt kryeministrit ose afër kryeministrit. Kjo shoqëruar dhe nga narrativa e opozitës shqiptare, që në disa raste i del për mirë, në disa raste që situata aktuale i rrëzohet totalisht, ku u perceptua dhe si një periudhë dimri vetmie të madhe, ku Rama tashmë ishte izoluar, nuk ishte mbështetja nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk mund të shkonte më në shtëpinë e bardhë, do kishte njëjtin fat siç e pati Maduro, do arrestohet për shkak të çështjes me Gonigal, etj, gjë e cila krijoi perceptimin që tashmë rrethimi i strukturave dhe sistemit u rrit pritshmëria. Po, u rrit pritshmëria është afër kryeministrisë. Dhe është gjë e mirë sepse gjithmonë çdo lloj entiteti pushteti i nënshtrohet perceptimit publik. Sepse është të gjithë kesh perceptimin publik në krah, gjë që Spaku ka pasur gjithmonë për shkak të ndëshkimit, dhe është të gjitha më thënë që ky perceptim pasaj, si në një formë siç ndërtohet, ashtu dhe të rrëzohet, ose të bjerë. Ndërkohë surpriza e madhe dhe kthesa e madhe, mund të themi, ndodhi që me ardhjen e Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan. Sepse investimi i tyre, Prit. Mos haro. Kthesa e parë ndodhi në momentin që i erdhi ftesa, siç u vajti shumë njerëzve, për bordin e paqes nga Trump. Po, aty ka gjetë pasjaruar. Se për shembull në Kosovë e ka marrë presidentja, këtu e ka marrë kryeministri. Nuk ka rëndësi. Dakor. I heqim këto cismice të vogla. Jo cismice, jo, është gjë tjetër nëse u kaluan parlament me emrin e këtij vlla. Dakor. Me E emrin e marrë Papagjiut. mirë qenë që është kështu. Unë kam të drejtë ta shpjegoj këtë është shqetësim, po e marrim se ashtu aty. Po. Po le ta marrim kështu për hir të debat, për hir të Okej, shumë bukur që e thon. për marrëveshje fjalë po. Je sakt. Ka rëndësi. Atë ka ndodhur një trajektore që ka 3 ngjarje të mëdha në ndryshimin e perceptimit. E para është ftesa në samitin e paqes, në lidhje me situatën në Palestinë. Pjesa e dytë ose le të themi pika e dytë brenda kësaj trajektore është ardha e Ivanka Trumpit dhe pika e tretë është vizita e zotit Rama, pra kryeministit Ramsit, Bab 3 në Izrael. Dhe kjo lloj trajektore, si thua, shkatroi të gjithë murin e perceptimeve ndërtuar deri sot, që Spaku ishte afruar kryeministrisë. Por i la një dritar e hapur njerëzve që nuk e duan Ramsin, ose që e shajnë, sepse në këto të treja që the ti, në këto 3 pika, po të dua dhe mendimin e Sebastianit këtu. Papagjiu nuk shkoi dot në Davos, nuk kuptohet pse. Sepse deklaroi në parlament që unë në vend që ta Lat kuptohet që më tha babai i ri pak më pas. Po, prit vajzën dhe ne shqiptarë tha kemi mikpritjen si një nga virtytet e larta dhe vendosa po. Por pa merak tha sepse ju prisni tha, njësoj si Maduron që vinë në marë, unë do shkoj vetë. Tu ishte dha nënçimi që unë do shkoj në Amerikë. Po, bravo, ati e tha, po do shkoj. I tha që nuk ka nevojë të vinë marrin si Maduron, do shkoj vetë. Dhe tha dhe shprehjen e famshme që sa herë ju thoni Ra Maduro, unë i them vetes Ra Maduro. Mbaje këtu analizën tani, se do vazhdojmë pak më tej, sepse do rim gjysmore me këtë pjesë, edhe pse koha ikën shumë shpejt. Se një kështu të parë për të përgjigjur pyetjes. Si po mbrohet Ramsi me këtë? Nuk ka se si të mbrohet, nuk ka as edhe një lloj mundësie që të mbrohesh nga drejtësia me anë të politikës. Me 3 lëvizje diplomatike, duhet thënë, për Shqipërinë, jo të vogla. Po, për Shqipërinë, jo për Ramën. Tani se si Jo, për një vend si për një kryeminist si Shqipëria kanë fjalën. Po. Por se si të mbron fakti që ti takon dikë për hetimin penal ndaj teje, këtë unë nuk e di. Për shembull. Nuk ka asnjë hetim penal Rama. Ky është Sot më po flasim. E zem sikur pra sepse Spaku është për hetim penal. Tani vetë Netanyahu është nën hetim penal i akuzuar për korrupsion në gjykatat e vendit të tij.
është i akuzuar nga gjykata ndërkombëtare penale për krime lufte. Ka dhe një mandat, po. Dhe vendet e Evropës nuk duan të takojnë, janë shumë pro-Izrael, siç jemi edhe ne, kemi qenë pro shtetit Izraelit, për tu vetë mbrojtur, kemi qenë për shumë gjëra për këtyre, por çështja është që po organizon një operacion PR-i. Kryeministri Rama shkoi për të organizuar një operacion PR-i. Netanyahu me qeverinë e tij e përdor për çështje të brendshme, ne e përdorim për çështje të brendshme. Ajo që ne kuptojmë është që Rama do të shkojë në Shtëpinë e Bardhë. Të njëjtën mundësi mund të jetë edhe Erdoani, pasi dhe Erdoani është njëri i afërt me Donald Trumpin. Ky zgjodhi të shkojë tek Bibi Netanyahu, një nga personazhet më të rëndësishme në politikën botërore. Atëherë çfarë ndodh në këtë mes? Pse nuk të mbron dot kjo lloj gjë? Pse, më thuaj. Joe Biden i tha Shimthaqit, ky është George Washingtoni shqiptar. George Washingtoni shqiptar sot është në Hag, është në burg. Në Shtëpinë e Bardhë shkoi dhe Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri bëri prap burg, po ta mbaj mend në fillim të mandatit. Pra bëri prap burg edhe Sajmir Tahiri. Doli dhe foto me Obama. Po tjetë për fjalim të fort, fjalim më të fort se Berisha nuk ka bërë Rama në parlamentin izraelit. Berisha shkoi dhe shigjetoi drejt për drejt Iranin dhe i tha Ahmadinejadi fatkeqësi për njerëzimin diktator Irani etj. Dorë non grata. Ka bërë fatkeqësi ka bërë fjalim shumë më të fuqishëm se kryeministri Edi Rama. Edhe kur vjen puna, prap doli non grata dhe në krahun tjetër është në ndjekje penale nga Spaku. Pra, nuk ka as edhe një lloj rrjedhoje logjike se si ti shkon diku dhe politikën e jashtme ta përdorësh për politikë të brendshme. A të jep kjo kredibilitet ty që ti ta përdorësh këtë në opinionin publik? Po, këtë ta jep. Por nuk ka as edhe një lloj mundësie që takimet me zyrtarët e lartë të shteteve të huaja të mbrojnë ty nga drejtësia jote. Ti përdorësh si imunitet ndaj drejtësisë tënde. Stop këtu. Drejtësia, për të vazhduar këtu la Sebastiani Marsit. Po. Sebastiani thotë nuk të mbron nga drejtësia jo, po drejtësia në fakt. Kjo drejtësi speciale që kemi ne. Gjithsesi duhet të thënë që pavarësisht punës mirë që bën, Po. është një si çdo drejtësi në botë në fakt, dhe jo vetëm specialja. Nuk është gjë tjetër veçse zgjatimi i politikës me metoda represive. Këtë se kam thënë unë. Duke thënë njëri i mënshur, po që mua më ka mbetur. Shumë e bukur. Se më tingëllon e sakt. Në shumë raste, në disa raste jo, po në shumë raste po. Dita themi kështu, është pushteti i pashkëputur nga dy pushtetet e tjera, nga ekzekutivi dhe nga legislativi. Ose kështu. Pyetja ime është e qartë, që në fakt do ja bëja Sebastiani, po e filloj nga ty. Për të kuptuar, je dakord se Sebastiani apo jo? Edhe drejtësia mund të jetë e influencueshme apo jo? As i diskuton. Aq më tepër që kjo drejtësi le të kujtojmë për njerëzit të cilin e kanë memorien e dobët, që kjo drejtësi deri në kohën, deri në momentin që administrata e re, pra FBI i ri, departamenti i ri i shtetit, nuk ishte ardhur akoma, ishte ajo e vjetra e Bidenit, këpuste më shumë nga Berisha apo jo? Gjatë. Nga njerëzit e Berishës. Shumë pak këputi nga, duhet kujtojmë që zoti Veliaj është sot atje ku është, fiks një muaj pasi kishte ardhur në pushtet administrata e re. Prit, që do të thotë Spaku, nuk po futim gjykatën speciale, po Spaku që bën akuzën. Edhe ai orientohet Marsit apo jo? Siç orientohemi të gjithë në fund të fundit. Që të gjithë kemi disa prioritete në fillim ditës. Sepse biem dakord filozofikisht që pavarësia nuk ekziston apo jo? Jo. Pra, nuk mund të flasësh asnjëherë për drejtësi të pavarur. Çdo më thënë drejtësia e pavarur. Pavarësia e çanit ekziston që në momentin e parë që vim të botë. Sepse as nuk e zgjedhim që të vim dhe që në momentin e parë që ne vim të jetë e kemi të zgjedhur fenë, emrin, gjinin, entitetin. Kështu që në këto kushte, dhe këtu duhet të kuptoj kundër argumentin e Sebastianit. Do ta shpjegoj. Sa shanse ka që tashmë Spaku po flasim? Po. Është jo duke vazhduar ofensivën, po duke mbyllur kapitujt me shumë lezet, po jep kohë vetes, do merret fort me krimin organizuar, me grupet e drogës, siç u kapën këto ditë apo jo? Tjerë, por me sa po shoh, tulatja që i ka bërë Papaxhiu, super Papaxhiu ynë, është aq e madhe, sa që qofsha i gabuar, unë nuk shoh se mund të ketë ndonjë ofensiv të re. Pra, duke se diçka po ndryshon. Edhe kjo është e thënë me shumë kujdes, nuk kemi asnjë provë. Po. Është thjesht perceptim. Është perceptim edhe normalisht abstragim. Atëre ku e kundërshton Sebastiani ti? Sebi thotë nuk e mbron dot. Logjika e Sebit qëndronore. U qëndron, pra do ta them se problemi është qëndron nëse Spaku, nëse kjo drejtësia speciale në Shqipëri është e pandikuar, po a është e pandikuar nga ata që në një farë mënyrë po e mbajnë me lek, se nuk po them e krijuan, po e mbajnë me lek? Shiko, gjithmonë një fakt ka korrelacion me një fakt tjetër dhe gjithmonë një fakt ndikon në një fakt tjetër. Dhe ky është ligj universal.
Sebi ka drejt logjikën e tij sepse Sebi bazohet tek precedentat. Mirë, po të gjithë precedentat që ndërmori Sebi, jam dakord, që ka ekzistuar parimi që ne tham, pra trajektoria në lidhje me entitetet e huaja, pra me një përfaqësues shtëpisë bardhë, me një president, me Dhe po kujdes, nuk vlen precedenti për subjektin, për kryeministrin. për kryeministrin e parë. Pra Sebi mori njerëz të cilët janë Dhe poshtë Ashim Thaçi, postit është e kryeministrit. vërtetë që është në atë cilësi, po është komplet për ngjarje të tjera, nuk është për korrupsion të brendshëm, është për fenomene të tjera, që është cënimi të drejtave lirive themelore që është i sankcionuar në si në kushtetutën e vendit si në akte ndërkombëtare. Dhe bëhet fjalë për një përplasje mes dy forcave, që janë dy shtete ndryshme. Nuk është me veprimtarinë e tij brenda vendit të tij për korrupsion. Gjithsesi, kjo është e lëndë për të hapur për ta bërë debat. Ajo që dua të them është kjo, që subjektet që ndërmori Sebi e para herë për të rrezuar precedentin nuk kanë 12 vite në pushtet dhe nuk kanë bërë progresin të paktën që është krijuar në perceptim që ka zoti Rama, për i të vërtetës. Sepse si në raport me opozitën, si në raport me ecurinë e tij politike, ka ditur të krijojë perceptime ndryshimi. Pra, GDP është në rritje, borxhi publik është në ulje, standardi i jetës pavarësisht se është më apo shumë vogël apo vjen në rritje. Ndërkohë edhe çmimet janë më të larta, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, po. Po, dhe norma e inflacionit e tjerë, është çështje perceptimi, prandaj mora rafshën e perceptimit. Po patjetër. Dhe e dyta është gjithmonë gjykimi me kushtin me. Pra këtu e kanë thënë për opozitën. A është opozita një alternativë më e mirë se Rama në raport me ndërkombëtarët? Kjo është dhe një atribut tjetër, ndërkohë që me precedentet e tjerë nuk ishte konkurrenca thjesht me opozitën, ishte edhe me subjekte të tjera brenda partive të tyre, për shembull zoti Tahiri. Nuk është se nëse zoti Tahiri binte nuk gjej dot një zëvendësues. Sot për shembull po të flasim, dakor, po e them rrafshin e Për ta mbyllur që ta bëjmë debat. a ka një zëvendësues për Edi Ramën, i cili është partner për interesat qoftë gjeopolitike, qoftë për këto reforma ndërmarrë? Parimi, po iku ky kush do të vijë një herë, nuk është parim politik. Perceptimi. E dyta, ky parimi tani dhe kjo lajtmotivi, po iku ky kush do vi tani, kjo nuk ka lidhje. Ajo që unë po pyes është shumë e thjeshtë. Si ndikon takimet në politikën e jashtme në çështjet e brendshme të drejtësisë? Kur ishim mirë me Erdoganin e tham do na marri Turqia. U bëm mirë me Italinë do na marri Italia. Tani jemi me Izraelin do na marri Izraeli. Çështja është si ndikon politika e jashtme, çështjet e takimeve në politikën e jashtme, takohet me Erdoganin, takohet me Melonin, takohet me Netanyahun, takohet me Trumpin, si ndikon kjo llogje në procedurën e drejtësisë së brendshme. Ta kthej përgjigjen. Perceptimi, perceptimi është ky. Që a mund të do ta kthej përgjigjen. Perceptimi është ky që a mund të takojnë përfaqësitë e këtyre vendeve të tilla, një njerëz të korruptuar dhe po marrë precedentin se kush është mbrojtur me të njëjtën prerogativë. Androti kur u mor në komisionin parlamentar për heqjen e imunitetit, i thanë që zotëri, keni akuza 1 për bashkëpunimin me mafian dhe Koza Nostra, 2 në lidhje me lozhët masonike, P2 që flitej si lozha e cila nëse Partia Komuniste merrte pushtetin do bënte grushtin e shtetit dhe i sra akuzas tjera për të mos rënë në përsëritje. Dhe i tha këtë gjë. Fakte mund të ketë të cilat qëndrojnë në kuptimin e perceptimit. Por mos harroni tha se çfarë i bëndi imazhit të italista në arenën ndërkombëtare. Një vend i lënë pas luftës të dytë botërore dhe kohën e luftës tota në mëshirën e një mafiozi, i cili ka takuar pothuajse të gjitha përfaqësitë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës, e dëmton Italinë. Dhe unë po them në këtë kuptim, që ta përfundoj, se më pyetë. Ideja është një njeri i cili është i korruptuar, i cili është në prag hetimi, i cili është i izoluar për shkak të fakteve dhe të provave që këto entitete i ushtrojnë nëpërmjet ndikimit që kanë në SPAK, nuk do e prisin dhe nuk do e takonin. Si, çdo të thotë e ushtrojnë. Është një perceptimi, në thash që në fillim fushën time ku e mbështes. Po prap, tani, ajo që po mundohem të them, a ishte i krijuar një perceptim Sebastian që Rama tashmë është izoluar? Dhe ishte ngritur si narrativ në opinionin publik. Po për çfarë? Nga kush dhe për çfarë? Nga kush? Nga opozita në radhë parë. Dhe nga shumë analistë ose nga shumë media të ndryshme që Rama nuk e kalon dot oqeanin dhe nuk bën dot takim në shtëpinë e bardhë. Ky është një perceptim që ishte krijuar e para. Si ndikon kjo që SPAK-u nuk çel hetim penal për Ramën apo njerëz afër Ramës? Si ndikon kjo? Si ndikon, ta thash pa? Pra, në qoftë se, se ka një gjë shumë të thjeshtë në këtë A ka qenë, më fal, a ka qenë në fillim perceptim jeni me batuta të shkurtra. Po pra, opinioni, interferenca e opinionit ose arsyes publike në lidhje me dënimin e Veliajt ose të çështës Balluku, ka qenë pritshmëri, po ka qenë. Që rasti i teatrit, rasti ndërtimeve, rasti 5D-s, krijohet një perceptim i cili ushtron trystinë e vet. Perceptimi sigurisht që ushtron trystinë e vet. Çështja është që ti kur shkon në gjyq, prokurori të akuzon mbi bazën e fakteve. Jam dakord me. Nuk të akuzon që se te lagja ka thënë dikush që ti ke bërë këtë. Sa kuptove. Ja një sekond. Pozita ime ishte në kuadrin e perceptimeve. Unë po flas jo në raport me fakte. Në raport me faktin ke të drejtë. Unë po them në luftën e perceptimeve,
Në luftën e perceptimeve Berisha ka qenë i pamposhtshëm, po ta them edhe një herë. Dhe e sjell Në gjithmonë. këtë rrafsh kemi debat. Në atë rrafsh që thotë Sebi s'kam debat, unë s'kam Berisha faktin. shkoi dhe mori mujahedinët iranian. Zoti Berisha ka takuar presidentin amerikan. Zoti Berisha na ka futur në NATO. Zoti Berisha ka takuar George Bushin. Zoti Berisha ka takuar dhe Bushin e parë. Dhe në kur erdhi çështja, sepse parantez, kur erdhi çështja mbaj mend. Në 2012 Berisha bëri një super miting në Tetov, ku foli për Shqipërinë e Madhe. Thonë që amerikanët se kanë falur kur atë. Po nuk e kanë falur dhe ky tha që e bëra për Krishnik Spahiun. Tani çat themi kot tani. Po le se është ky mo. Po tani Për atë interesonte që për atë u bë sepse ky tipi, se s'du t'ja përmenda se emrin se aq bezdi e kam. Ky tipi doli tani dhe donte tha, ne tha me shqiponj tha, do të bashkojmë kombin, s'do bashkojmë kombin. Edhe doli tani aty. Dhe futi në loj PS-ja, i tha do t'jap kaq deputet, ky i tha dua kaq, dua kaq, dua aq. Dhe Berisha tani për t'ja shfryrë, se politikanët e rëndësishëm ta shfryjnë kauzën. Dhe shkoj ku shkojnë Shkup. Shkupi është kryeqendër. Prandaj ti tani po më thua mua pse e bëri Berisha. Unë po them si reaguan gringot. U shqetësua Shtetet e Bashkuara të bërit të diçkaje dhe të thënit të diçkaje janë dy gjëra të ndryshme. Fakti që unë bëj një deklarat politike, nuk do të thotë që ti mua merr në fut në burg për deklarata politike tani, se nuk është kaq e thjeshtë situata. Nëse vazhdo. Tani ajo që po mundohem të them në këtë mes është edhe një herë, sepse ne e lidhim padrejtësisht me një lloj skizofrenie publike. Shoku Enver takoi shokun Stalin dhe tani shoku Enver bën çfarë doj. Logjika është shumë e thjeshtë. Si ndikon politika e jashtme në çështje të drejtësisë? Si ka mundësi të ndikoj? Pra po të marr rastin e Berishës. Berisha po ta thot, ndikohet spaku nga faktori ndërkombëtar? Nuk ndikohet nga faktori ndërkombëtar. Fare? Ajo që po mundohem të them është amerikanët që rinë atje këta. Ne me 140 vota, me të gjithë që ngritën dorën, si deputet të bukur dhe si deputet plot me zë që thonë tani çfarë u vjen përpara. Ngritën dorën dhe lëshuan sovranitetin penal të vendit. Nuk e lëshon asnjë vend të lloj gjëje. Këto që sot dalin dhe japin mend në përstudë. Kjo është tezë kullës, jemi dakord me këtë ose bi? Po pra, dhe këtë po mundohen. Tani këta e din shumë mirë që i ke dhënë instrumentin më të kamzhikun, bazukën, Kalashnikovin, mitralozin, ja ke dhënë në dorë Brukselit dhe Washingtonit. Brukselin hiqe nga Brukseli ka investuar më shumë se amerikanët për reformën drejtësi. Tani, ne do shkojmë në BE, nuk do bëjmë i shteti 51 amerikanë. Do shkojmë tua? Po, ne do shkojmë në BE. Po Papagjiu tha, e dëgjove çfarë Papagjiu pra 3 ditësh? Me këto kushte që kemi neta për këtë dhe për këtë jemi të pa Si do i heqi caj, si do i heqi ca, si do i skarcoj. Apo e thot kofë. Si do çoj ca te spa. Nëse mos ikim nga tema. Ti thua drejtësia speciale në Shqipëri, kudo tjetër është pantikuar. Ndërtohet në mënyrë të drejtë edhe nga konjunkturat. Se nuk dikon fare perceptimi këtyre takimeve në mënyrë se do aprojë drejtësia. Kjo është pyetja. Nuk ka mundësi të ndikoj, pra po them edhe një herë, se po t'jap rastin konkret. Zoti Berisha. Po s'janë precedente ngjashme mos. Po se mos është precedent. Po se zoti Berisha është në kohë kur ka qenë opozitë. Bardh, ka prit presidentin amerikan tani. Si ka mundësi është ndjekje penale? Hashim tha që nuk ishte kredibiliteti politike në ndjenjë të mënyrë se ka Rama sot. Sajmir Tahiri ishte thjesht ministri i brendshëm, i cili kishte akuzat dhe fakte që e komenton. Makina kushërin. Nuk vlen. Vjetësh, ë? Po pra, po prandaj po e them pra, ndryshon subjekti. Nuk ka qenë Berisha në atë kohë një kryeminist që kishte 12 vjet detyrë. Dhe ishte prapë i vot besuar me 83 mandate në vitin e 12. Shkuarja në shtëpi të Bardh ka 2 mënyra për të shfaqur. Një të presin te banjo e shtëpisë të Bardh, që nuk ka rëndësi fare, ose kjo foto te Oxhaku që bëjnë. Kur jetë e Oxhaku, si të shkon Friedrich Merzi, do thotë që ti e aleati më i afërt i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se Papagjiu si do e pret? Po ti shoh, po të priti te Oxhaku. Po të priti te Oxhaku, do të thotë që ti ke rëndësi shumë të veçantë. Ti e përjashton pritin te Oxhaku. Mund ta presin në zyrë pune. Ajo që po mundohem të them është kjo gjë. Këto deri më tani bëjnë foto te McDonald's në SBA. Gjejnë dikë atje, dhe ai të bëjmë foto bashk, një e bën kur del nga dera e zyrës, tjetri e bën kur del nga dera e institucionit. Kur të pret në zyrë tjetri, tregon seriozitetin e bisedës. Ti kur më fton në studio, tregon seriozitetin tënd për duke më ftuar mua në studio. Në kafe mund të takohemi sa duam dhe bëjmë çfarë bisede duam. Kështu është dhe kjo çështje. Po ti shohësh gjithë politikanët shqiptar, 95%. Hajtë fantazojmë pak pra. Marsit, mendojnë ndërkohë se
Ndërkohë, para se fantazojmë, Ledio, të kujtojmë njerëzit që te ky QR kodi këtu, te kjo kutia e bukur magjike, mund të bëjnë një skanim me celular, një login dhe çoni pyetjet për Marsidin dhe për Sebin, sigurisht në raport me fabulën që po flasim, me aktoritetin që po flasim. Kështu që unë do i lexoj tani pas pak. Bëjmë një xhiro Ledio urgjent, them unë, ikim në, po mos më ik pasaj në pauzë, do kthehemi edhe pak. Bëjmë një xhiro urgjent tek kjo thuaje, tek giganti që shkoi unë furnizon makinës, të ndryshe çek motori, thot Marsidi. Te SPO Ili. SPO Ili, zonja zotrin, një super karburant, është karburanti kampionëve. Është i paparë, the fuel of champions, thonë këta anglezët ose amerikanët, the fuel of champions, karburanti kampionëve. Pse do të thoni ju? Sepse ka cilësi perfekte. Pra, nuk është fake. Nuk hedhin ujë brenda për të halluar për fiton më shumë para. Është i përgjeshëm. Është karburant i përgjeshëm që ti jep mallin që ti paguan zotëri. Dakor. Ti mos du budallëqes të kanë vënë herë pas here që del nga shtëpia e makinë, ke haruar të shohësh atje se sa të kanë vetur. Dhe mos do bri makina në rrugë dhe pap shkonte i fut zorrën, fut çdo lloj zorre që del përpara, e kupton? Mos e bë këtë. Se bë. Se ndryshe çek motori, ndryshe iku makina. Ju e dini, makina është çfarë ha. Si punë e njeriu, ne jemi ajo që ham. Dakor? Sa më shumë bullshit të hash, aq më shpejt vdes. Kështu dhe makina. Ato organizëm ka po ta vinë re, mroklla brenda të makinës. Njësoj si njeriu. Me zemër, me zorr, me stomak, a? Tani futi stomakut i bullshit do ikësh. Që i kujdes, vetëm të SPO Ili, ka një gjithandej. Prandaj dhe logo e SPO Ilit është e paparke. Pas e bukur është fushë e kuqe SPO Ili. Bravo, Said. Me qëra fjalla, kthej edhe njerë fabulën Ledion, zirë dhe QR kodin, zë lezoj pyetje dhe njerëzve. Ku e lam? Marsid, lere celularin, se celularit është shkëputë, do t'je shumë i vëmëndshëm. Jo, unë jam... Jo, do t'a shijosh emisionin, se me celular të ikën ajo. As pak, ja. Dëgjoj Arianin. Ajo që po mundohemi të kuptojmë fakt, në debatin tuaj me Sebin është ky. Me sa kuptoj unë, Sebi thot, është e pamundur, thot, që drejtësia të ndikohet nga perceptimi. Sebi rrezon perceptimin. E rrezon perceptimin. Ndërkohë që ti thuaj që nuk e rrezon perceptimin. Perceptimi është një autoritet që ndikon. Bukur. Ndërsa unë tani shkaloj më tej, ne që jam në mes të dyve, s'marr pjesë debat, dhe them Seb, Marsid, kur u ndrua administrata, vitin e kaluar, kur u fut Trumpi në zyrë, erdhi Rubio, erdhi ky Pit... Hegseth. Jo Piti, jo. Ky tjetri më gjithmonë i haro emrin. G.D. Vance. Jo, është ai që ndë një cako dhe iku. Kështë një emër shumë interesant. Si emër kështu së Formula 1-ës. Po. Si ishte emrin ai më ndë një pak dhe iku. Jo, e vuri Trumpi atë, e vuri të kjo, i kujt ishte ai? Ja, se të ma qoj emër tani, se të në hero emër gjithmonë. I kësaj më duket ishte i National Security? NSA, se di. Si harono, sepse ti mban mund ta më ti ke memoriat pa parë. Ke parasysh kë vuri Trumpi një me Pit. Pit Hegseth di unë. Jo më burr. Pit Maroko më burr, jo më çan National Security a fut kotun se unë ngatroj këto nga që s'flas anglisht. I USAID të plak. Ah, okay. Ke parasysh para se të mbyllej USAID? Okay. Rubio vuri një tip, quhet Pit Maroko. Tani, një nga njerëzit kryesor të SPAK-ut në atë kohë, merr telefon gazetarin që i kishte nxjerr për herë të parë këtë. Nuk e di a du ta them emrin apo jo, se s'dua ta dekonspiroj. Po gazetari bëna shef tani dhe siguri thot bravo Çani, mos e thuaj. Se nuk ka kuptim. Po thash atë, do merr vesh se kush e ka marrë në telefon. Apo ta them. Boku më po e them Boku, s'po ja them emrin se. Le ta marrin vesh ata që e njohin me Boku. E morën Boku në telefon nga SPAK-u dhe i than, a është e vërtetë lajmi që ke botuar? Kishte nxjerr Boku te faqja e vet. Është e vërtetë lajmi që ka ardhur Pit Maroko, Pit e kishte më. Pit Maroko, po. Te USAID-i, direkt. Ditën e dytë. Atëre unë nga kjo, kam drejt bëj pyetje Sebastian. Pse SPAK-u pyeti për Pit Maroko në USAID? Dhe për perceptimin që krijon një media. Jo, le perceptimin, ai do të ditë faktin, do të thënë e ke të saktë. Po pra, filloi nga perceptimi. Jo, s'është perceptimi, filloi nga një lajm ai. Po pra, lajmi krijon perceptim më burr. Mirë, jo, prit. Do ta shpjegoj pasaj. Ai nuk i kishte për perceptimin to Marsit. Ai do të dinte infon se nuk e kishte infon më burr ky i SPAK-ut. Jam dakord, po them nga se Boku e botoi para se të bëhej publike pra. Pra duhej për verifikim.
E bëri për verifikim o burro Seba, kupton Arian ç'po them? Dakor, nuk Po jam. kjo është e sigurt. Unë vetëm se s'tem dot njeriu në spakut që e ka marrë në telefon. Ky mua bëtu këtë qenë kur ndodhi kjo, në shkurt vjet më duket? Dikun shkurt, se gjëja e parë që bëri me offside Muaj parë, po, muaj i parë. Kjo për shembull ky detaj ty nuk të interferon fare, nuk të Tani të ta shpjegoj pak me që e hape me filozofi dhe nxorë Jo, prit një herë. Jo, ta shpjegoj Jo, po çfarë mirë, është po përgjigj një herë mua këtu. Ky detaj nuk të thotë asgjë. Jo, asgjë. Po si ka mundsi? Po nuk do të thot pra sepse Po më çdonte ky i spakut që pse u interesua kaq shumë që të merrte kontaktin e Pit Marokos. Ma thuaj dot. sepse Spaku ka financime nga Usajdi, a do vinë më apo jo? Ka që thjesht në tjetër. Pra, thjesht interesuar parat po ti. Tu ne kemi një projekt Usajdit. Po mirë, pra. Janë diku tek 23 23 milion dollar. Atëre ma bëre kështu. Do disburs. Atëre e kuptova. Po, pra. Po, jam dakord me ty. Që do thot Seb, A do disbursohet? që do Seb edhe një herë. Entitetet pavarura në këtë botë njefti, Jo, s'ka. sepse për shembull unë nuk mund të përshtyp dot kur. Ka të ndërvarura. Pra, jo më të pavarura, do të thënë. Ndërvarura. Pavarura komplet pra. Përveç atij lart nëse ekziston. S'ka, ka të ndërvarura. Ashtu. Pra, normalisht, ai që të paguan, ti normalisht, në momentin që paguesh nga dikush, në momentin që ai ka një orientim, ti nëse do vazhdosh të paguesh nga personi, po marr ty, mua, Marsilin, kudo qoftë molla, çdo njeri në këtë botë. Në momentin që ai ty të jep një, po themi, këshill në formë këshille, ti nuk do i thuash jo apo jo. Po sigurisht, po s'ta jep Usajdi, këtë ta jep Departamenti i Drejtësisë, apo ta jep FBI-a, apo ta jep Departamenti i jo Usajdi. Po pse, më fali sekond, Usajdi çfarë ishte si po thej? Usajdi mund përdoret për shumë gjëra dhe ka shumë zëra se përdoret për shumë gjëra, por çështja është që kur flet për këto, kur i çon këto lloj informacionesh, këto lloj informacionesh vinë Departamenti i Drejtësisë dhe me ato që ti ke kontakt drejt për drejt. Tani Usajdi ishte çështje disbursimi fondesh. Por Marsi themo Sebastian, e ke seriozisht që e ndan kaq shumë, e ndan me fikti këtë pjesë? Po unë di plot raste që Usajdi ka ndikuar në shumë gjëra. Në këtë rast, prandaj thash, ka një problem në filozofi që quhet kozajeti, shkakësia, që ne asnjëherë nuk kemi për ta marrë vesh. Bie shi në lushnjë. Shqyqy s'do marrë vesh, unë po mora vesh të vërtetë, unë më mërzitem shumë. S'ka më pyetje. S'ka më pyetje, unë dua ky proces. Filozofia s'do të marrë procesin pyetjesh. Është çështja e të marrit vesh. Jo, me që the. Koncepti shkak pasoj, ne i lidhim gjërat me njëra tjetrën për t'i kuptuar, por ndonjëherë nuk kanë lidhje fare me njëra. Dakord, bravo. Po ne aman do vazhdojmë t'i lidhim. Se do t'i japim një kuptim kësaj jete që s'ka kuptim. E njëjta gjë vlen në rast e drejtësisë. S'mund ta përfundojmë duke thënë nuk vlen perceptimi dhe mbyll Po debatin. dhe nuk vlen. Si e thua ti me kaq siguri? Në këtë rast nuk vlen, po të them. Pra, nëse Ti më lere rastin, atë ta thash shumë sepse për mua vlen ai rast. Për mua ai që të paguan të jep dhe orientimin. Thotë do i biesh Marsilis, do i biesh Ai Marsilis. po thot për mënyrën e gjykimit. si është pyetja. Si mor valla. Ka një departament drejtësie SHBA-ja. Ore të bëj një pyetje unë që ta mbyllim të bisedë o Sebi. Do ta përfundoj dhonë të themi interpretim. Se Ledio duhet të ikim, ha? A Ledio? Po, E mirë atëherë. shtrihemi në krevat tjerë, pastaj ikim. Si? Provojmë dy shek, pastaj ikim. Po ikim, po. Ikim të shumë çik dyshekja të vim prapë, sepse çek trupi. Po, Çek qapa, kujdes. Atë keni nevojë që të flini rahat dhe të mos keni dhimbje, të mos ju bëj çek kurizi. Do thoshte Marsidi, çka shkë për me të çekut pra. Çek motori vlen për gjithçka, çek kurizi. vlen për gjithçka në jetë, çek. Edhe vetë pyetjet e lloj çeku. Fakt çek. Çek, po, fakt çek. Fakt? Fakt çek. Fakt sigurisht tjetër domethënë. Vetë pyetja, vend dyshim fakte thash. Fakt çek, vërtet po. Fakt. Çeko faktet, po. Të mos e fakt çek. Jo. Ishte akoma më bukur. Çfarë perë, unë kështu e dëgjova. Dëgjoj, a doni të shpëtoni nga dhimbjet? E ke nga dyshek. Se është procesi të dyshek. Bravo, të dyshek, shkëm edhe fak, edhe... E të shtimi popullsisë. Pra, shikon se ti lidhen gjërat në mënyrë konsciente, e ti më thua s'ka perceptim. Urgjent dyshoni dyshekun, dyshoj jeta juaj. Se deri tani jeni të bindur që keni kështu probleme me shëndetin. Jo. Thjesht keni dyshekun e gabuar në shtëpi. Do shkojnë te Dorelani, se te Dorelani janë tali, dipreci deri në fund të janarit dhe arrin në produkte ndryshme nga 30, 40, 50% ulje te Dorelani. Super brand italian, 55 vjet, mbi 55 vjet përvojë, edhe mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Italianët janë brillant për këto produkte, janë të papar. Urgjent, keni super çmime tani me ulje. Shihni për gjërat tjera ka bërë me gjumin, no?
Po unë nuk e di pse më ka mbet te dysheku, vlla, shumë i rëndësishëm. Nuk po ju futëm detajeve çka ka dysheku brenda, pse është i mirë, pse ja vlen ta keni. Jo. Shkoni atje, e para shkoni dhe thoni e Panteçani. Do keni një ulje plus. E dyta, mund ta mini dyshekun, dhe nëse jeni shumë dyshues dhe kurnac, edhe me gjithë të ulje që bëhen, thoni ja mund ta provoj një muaj, e provon një muaj, po s'pëlqeu e kthem mbrapsht merr dhe lekër. Kush ta bën këtë përveç Dorelanit? I papar Dorelani, i papar i pa dëgjuar. E gjeni ose tek qendra tregtare Prestigjom në autostradë, te kilometri 12, ose përballë kompleksit Deli Orgji te rruga Vajës, ose te -1 i Tegni. Dakord? Bravo Dorelan. Dormire bene, vivere meglio. Je Marsit Gubin dhe Sebastian Zonjën, zonja zotrinj, duke deshifruar aktualitetin politik në Shqipëri dhe jo vetëm. P2, pjesa e dytë e emisionit. Ky emision fillon të martën të mërkurë në orën 10 darkës, të premte në orën 9 darkës. Ky emision është episodi numër 1036, sepse ka filluar 2003 në zonë e lirë, për gjithë që mbrini tani dhe nuk e dini, mund të ketë shumë. 2003, pra ka 21 vjetë tashmë që po flasim, transmetohet në MCN TV, dhe mund të shikoni për qefin tuaj, këtu, ku është? Ku? Jo. Tu? Nëzirë dhe njerë ledhjo? Te kjo faqja këtu, Zonë e Lirë Official. Edhe mund të abonoheni, bërë një subscribe. Abonim në subscribe, apo jo. Do ju dali vetë pasaj në celular, t'jeni të qetë. Jemi dhe live në këto momente. Ora është 22:23 minutë. Ky është momenti që unë të lexoj pyetjet tuaja. Skanoheni këtë në celularin tuaj, bëni një login dhe nisi pyetjet për Stemin ose për Marsitin, qofse jeni ose jeni dakord me gjërat që ata thonë lidhur me fabulën që Ledio do e riplasi në ekran. Riplase Ledio. Ivanka është goca e Trumpit, Bibi shkurt është Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, zonja zotrinj. Për gjithë që mbrini tani, po flisim pikërisht të gjë. 3 lëvizjet e fundit të Papaxhiut. Papaxhiu i themi me përkëdhelin e kryeministit të Shqipërisë, sepse si Papaxhiu do e plasi Ledi tani në fund të kësaj fabule, Papaxhiu i famshëm, ai që bën ato letrat, dikur ka qenë plakatoni këtu në Shqipëri, që luaj shumë, ai që vë letrat, hedh 3-4 letra dhe thotë gjeni ku është deri. Atëre është me derë dhe në Shqipëri apo jo, Marsit? Me derë luaj. Gjeni deri maç, po. Është këtu, Shqipëri ka qenë me asin karo. Këtu është me karon. Me asin karo, bravo. Ati është me deri maç. Po, ati është me deri maç në Greqi. Gjeni asin, është tu, ku është asi, s'është asi, ku është asi, humbët zonjë, vazhdo, hitë lekët tjetri. Dhe mërë të vide, sepse në fakt asi nuk ishte asnjëherë, as deri, një mashtrim i niveleve të papara. Kjo... Perceptim është dhe jo. Perceptim është më... Ideja që është asi... Ky sigurisht është shumë më lartë se plakatoni. Plakatoni është lojë bazike që janë mashtrues të vegjël. Ky është super nivelit lartë, vlla. Ky ka arritur e ka kthyer në art mashtrimin. Çfarë thu? Se një njeri që brenda 3 ditësh, vlla, të takoj, të marri letrën nga Trump. Të takoj Ivankën gocën, dhe pastaj të ikin në Izrael në Kneset, më falë po, gjithkush që thot, Arjan, kjo ishte një agende përgatitur para kohë, unë nuk e besoj, valla, m'vjen keq. Loja luhet me 3 letra. 3 letra. 3 lëvizje. Bravo. Kështu që duhet gjetë deri ku është. Pino Papaxhi. Në cilat nga lëvizje është deri?
Pujno papazhi, edo papazhi, edo papas i thon derit. Pujno papas, edo papas, e qi papas, edo papas, e qi papas. Vresu papas, denino papas, hasat e madam. Fap iku. Pra, humbët zonjë, se ja, dëgjoj. Faites vos jets, madame et messieurs. Na o papas, puno papas, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού ο παπάς, να ο παπάς, πού ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε, madame. Μάζευε Θανάση. Në hasat e madam, humbët zonjë. Më vjen keq, ikën ajo, fap lekët tjetër atje. Ky ka 12 vjet që në këtë vend njerëzit e shkret, po ropaten, përveç të pasurve që kanë shumë lekë dhe ata i zgjidhin punën sepse janë njerëz të qeverisë. Po. Gjithë njerëz të tjerë, përfshirë bizneset, e përfshirë vërtet bubrojnë. Po. Po çfarë heqin për të marrë një shërbim bazik. Do flasim pas pak për kadastrën e Vlorës që u mbyll në Vlorë, edhe që erdhin në Tiranë tani. Do flasim pak. Po flisja me një person që punon kadastër o Seb, Marsid, më tha, ta dish ti tha, por nuk e thot njeri, nuk e di pse nuk e thot njeri, numrin e pallateve, nuk po flasim për tokat, sa historia e tokave është histori korrupsioni e paparë, që mbi vendosen tokat, që vjedhin këta të fortët, që marrin toka për të bërë kështu, vila luksoze, në Bregdet, në gjithandej nëpër Tiranë, po thjesht pallate ndërtuara, pallatet. Ta dishti numrin, tha, pallateve që nuk po marrin dot hipotekën, jo se kanë bërë shkelje në ato, sepse kërkojnë rishfet, molla. Për të marrë hipotekën, tani ai tjetri kërkon rishfet, edhe nëse ti s'ke bërë asnjë shkelje. Nuk dua ta jap, thotë. Zua jap. E ti nuk e çfarë bën fare, nuk ankohesh dot. Domethënë, njerëz pa fund, pra imagjino se ku jeton vëlla. Ky tjetri që bën nga këto, ndërkohë që këtu njerëzit, duke vluar nga të varfrit poshtë, ata s'kan shumë halle. Të varfrit. S'kan kështu punë me shtetin shumë, e kupton. Marrin ca lek asistencë, marrin pensione kështu dhe nuk duan me ditë. Flasin për këta që mundohen të mbijetojnë. Biznesi vogël, profesionet e lira e këto, Sebastian. Vuajnë çdo ditë, vëlla. Ke shumë të rritë. Kjo është tema më e rëndësishme. Puna e, po është një torturë, po do flasim pas pak se duhet ta mbyllim këtë bisedë, pastaj të bëjmë ca pyetje. Jepi, atëre pyetja ime është kjo. E zëm, a mund t'ja ndihmoj debatin? Po të lutem tirim kësaj, që mos ikim. E zëm se ne sot jemi mbledhur këtu një ose një ditë, pas Papaxhiut, super Papaxhiut, dëshpinë e bardhë. Shkoj ai, e takoj, njënën tjetrën, dolën atje, e priti e gjitha këto. Nuk e futemi, s'doni të ta fantazonit pak ku mund ta presi. E presi në një zyrë normale në shpinë e bardhë, apo do e presi ndoshta në mënyrë më protokollare, si shpret tap shumë që vjen makina, zbret ai dhe zbret ai ftuari dhe ky që e pret atje te ajo. E ke parasysh si shpret gjithta Zelenski në Gjermania jo. Nuk Gjermaninë e pret. Nuk e di, por ne do e shohim vëlla, shiko. Ti e di që ky për të arritur qëllimin vëlla. Ti e di se sa, më fal. Në protokollin e bën ai atje. Po. Ti e di që në fundi lobim është gjithçka apo jo? Sa kemi blerë nga borxhi amerikan? Një gjë që nuk blehet me lek, blehet me shumë lek. Sa lek ka blerë ky nga borxhi amerikan? Le se hapim debat tjetër. Jo se s'kemi kohë, sepse mbaroi emisioni. Ai duhet thoshë është kjo. Le të fantazojmë, ka ndodhur takimi. E ka pritur te Oxhaku që është takimi më i lartë që mund të bëhet. E mora vetë të ma themur, burr. Po pra, jo e ka pritur aty, e pret javës tjetër, Ramën. Do ta themi. Do ta marrim te Oxhaku. Po. Takimi i nivelit më të lartë. Atëre ti dhe mbyll Marsit. Po. Takimi i nivelit më të lartë mundshëm. Ka ndodhur, ka ndodhur. Le ta fantazojmë që ka ndodhur. Po pra, këtë po them pra. Takimi i nivelit më të lartë mundshëm bëhet te Oxhaku. Janë e gjithë kabineti i Trumpit këtej, i gjithë kabineti i Ramës. Po kujdes se kjo nuk ka vlerë nëse nuk është shoqëruar me fjalinë Klod Brau dhe prokurorët e SPAK-ut. Kur ta shohim këtë lajm, se kjo do jetë lajmi 12 vjet ka. Ka pas dikon. Do e shohim të gjithë të lloj lajmi. Është pritja më e mirë që mund t'i bëhet një zyrtarit niveli lart në shtëpinë e bardhë. Zakonisht rezervohet njerëzve shumë të rëndësishëm. E zëm se Rama është shumë i rëndësishëm për shtëpinë e bardhë. Jo e zëm, tham për hir të debatit. Tam ka ndodhur. Ka interesa shumë strategjike shtëpia e bardhë me Shqipërinë në këtë kohë. Dhe kryeministri është personi i cili i siguron këto interesa. Me datë 1 shkurt shkon në shtëpinë e bardhë, me datë 2 shkurt ky shkon për ndjekje penale në SPAK. Ka që seriozisht? Po mund të më japësh një ose dy argumente. Sepse nuk ka asnjë një lloj lidhje që ti të shkosh në shtëpinë e bardhë dhe të tregohet interesi i nivelit më të lartë për vendin tënd në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ti të vish këtu dhe të kesh karta bianca dhe të bësh çfarë duash.
nuk ka as edhe një lloj. Benjamin Netanyahu ka folur në parlamentin, në Kongresin Amerikan, dhe kur vjen puna, atje brenda në Izrael i thon ty do të fusim në burg, i thon, sepse ke bërë korrupsion. Ka folur në Kongresin Amerikan, është duar trokitur 38 herë Benjamin Netanyahu. Dhe kur ka shkuar atje në Tel Aviv i than ti e ke vendin në burg sepse ne mendojmë se ti ke bërë korrupsion. Po sepse ai është vend që ka një autonomi shumë më të madhe se Shqipëria apo jo? Po pra, dhe këtë po munduam të them. Jo, s'po munduesh, po kundër do. Ka folur me Izraelin si shembull. Ka folur në Kongresin Amerikan. Edhe një pra kuptova. Se ka problem me precedentin që jo thjesht takim, ka folur në Kongresin Amerikan. More se e kuptova. Në Kongres ka folur Winston More se e Churchill. kuptova, po ti po krahason Netanyahu, që jeton në një vend gjithsesi ku ka zgjedhje, ku nuk viden zgjedhjet. Dakor? Dhe që është ai vend që është, që nga ndonjëherë detyronte amerikanët të bëjnë ato që do Izraeli, ti e di shumë mirë këtë gjë, apo jo? Bën Izrael çka duan amerikanët, po hajde. Atëherë si ma krahason me Shqipërinë vëlla? Po pra, po të marr dy rastet më ekstreme pra. Po jo pra ke problem të krahasimi, prapë nuk e kupton vërtet. Krahasimi Si mund të ndyry Trumpi vetëm mund t'ia thosë siç ia tha presidentit. Faleni kryeministin tuaj tha. Tani nuk do akuzohet jeti për 300 sa kishte bërë ai punë orash, më kupton, për çfarë akuzohet brenda ai? Bibi. Për një gjë korrupsioni me ora më duket. Ka disa. Ka disa, po një është nga ato është kjo. Nëse më një nga këto është. Ka disa. Pra Trumpi ia tha presidentit. Presidenti tha, mund ta amnistosh ta. Mund ta falësh. Po pra, opozita i thot çfarë do falësh thot. Duhet shpallesh i fajshëm që të falesh. Po pra, sepse Izraeli nuk është Shqipëria. Izraeli ka byth. Po fal për shprehjen. Tani do i shkruaj Trumpi Altin këtij Brahos dhe do t'i thot të lutem mos e ndiq penalisht Ramën. Po që delte dosja e akshit. Trumpi, pse e bën debatin, pse e manikeizon debatin? Dosja e akshit. Kryeministri Edi Rama del në komunikim me Ergy Sagasin. 5 vjet komunikime, përgjime, qa nuk ka përgjua jetë. Po pra, po që të dali dosja akshit, dhe dali emri Edi Ramës, duhet që sëfërfuqia, perandoria në të rast, që e mban me buk spakun, duhet të autorizoj të nxjerrë këto apo jo? Po pra, është në hetim dosja, po të them. Po pra, po nuk shte thënë që do dalim. Fashikulli numër 3 i dosjes është Edi Rama aty brenda. Ku e di ti? Po e them si shembull, po të them. A e thua si shembull ti? Dhe fashikulli numër 3 është kjo. Tani ç'a do ndodhi? Do shkoj këtu në shtëpibar do i thot atij, aman thuaj çik këtij se te fashikulli 3. Po se çdo ndodhi, po të ndodhi kjo unë e di shumë mirë vëlla. Si shumë po dorëzon ballukun, do t'rregoj forcë. Thuaj dorëzon ballukun, do dorëzoj vetë me vetë. Ç'a do bëjnë? Ç'a do bëjnë? Ky ka të gjitha, ky bile pak po bën. Unë nuk besoj se mund të ndiqet penalisht një kryeministër në detyrë. Atëherë? Po pra, po them që nuk ka asnjë lidhje, vajtja në shtëpinë e bardhë me mos ndjekjen penalisht. Këtë po mundohem të them. Unë personalisht besoj se një kryeministër në detyrë është e zorshme që të ndiqet penalisht. Atëherë ra debati. Atëherë rrezove të vajtja. Mos jetë më po më vëlla, po unë po flas tani që është ose vajtja në shtëpinë e bardhë nuk e jep asnjë lloj imuniteti. Okej, dakor. Dakor, Sebi ka të drejta mendoj kështu molla, dhe fatikisht ka shumë njerëz që besojnë si Sebi. Zoti Gupi? Ka të drejtë, ka problem koherenca në raport me precedentet që merr dhe me parimin që ve. Unë po flas në raport në perceptimeve. A është fakt vëllai që perceptimi që shkruar është që SPAK-u mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian? Ore zotri, Ah, a është ky perceptimi? Fal, po dalmë më përgjigj pyetjes se të bëj unë, jo asa që do të. Jo. A është ky perceptimi? Tani ndiqe kur thot, ndiqet e bëhet, e që muhabet apo. A është perceptim? A mirë, dakor. S'është perceptim, është fakt. Ky do të përgjigj pyetjeve që do ky. O ti si është perceptim një gjë? Ky të jep donacion dhe të jep BE-ja dhe SBA-ja. Cili është perceptimi sot që e mbështet SPAK-un? A janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Është Amerikës? faktor, jo perceptim. Çam thuti më? Çfarë fakti ke? Pse si e ndihmon ata? I çojnë faktin, urdhëron çka këtë bankë të akuzuarve? Si është fakti? Na tregos si ndodh fakti. Si ndodh kallëzimi? Ç'është Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Orti, ç'a perceptimi po më thumë vëlla? Kush është? Po si ç'a perceptimi? Atë Edhe një herë, si fillon kallëzimi penal? Meqense është fakt, si fillon? Me perceptim. Delte lagje. Jo, më përgjigj drejt, do të përgjigj drejt. Po, del pyetërojën e makinave dhe i thot çka ka bëu ky parmëram. Dakor. Po pse kështu bëhet biseda? Unë po them. Nuk është perceptimi financimi nga Brukseli dhe Washingtoni i SPAK. Po është logjike, meqense s'ma dhe përgjigjen. Sot kemi një përplasje perceptimesh. Gjithë perceptimi publik që është krijuar për SPAK-un dhe për gjykatën e posaçme, është që këto struktura të veçanta janë ndërtuar posaçërisht edhe me vëmendjen dhe me interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. S'është perceptim, është fakt. Po dakor, po kam pavarësi në mënyrën se si funksionon kallëzimi dhe procedura penale. Kjo është tjetër. Perceptimi është që këto do jenë të pashqetësuara në punën e tyre dhe pa ndërhyrje pushteti,
Pikërisht për shkak të këtij perceptimi dhe kjo është forca e tyre. Prandaj ndodhen takimet simbolike. Në këtë kontekst. Pra, këtu jam dakord. Pra, në këtë kontekst e kam. Tu zbjek Dhe tani çfarë bën Rama? Bravo. Jam totalisht dakord. Po pra, në këtë fushë e kisha unë. Totalisht dakord. Dhe Rama çfarë bën? Mundohet që mjetin që kanë ata si perceptim ta ndërmarrë si mjet vetin për të bërë luftën kush e ka mjetin, perceptimin. Të rrafsh e kanë bisedën. Jam plotësisht dakord. Okej, këtu në rregull. Thjesht unë po them që jo vetëm që s'jam erë dot, po nuk ka as edhe një lloj mundësie. Unë po them lëvizjen, për çfarë arsye e bën, jam dakord me ty unë. Unë dua që t'i hedh sirën këtyre të tjerëve dhe të them që këto do bëjnë atë që dua. Kjo është analiza ime. De facto, nuk ndikon thua. Ore ti mund. Po s'ka çfarë mënyrë tjetër të bëjmë. Ora 22:55 minuta. Nga mëngjesi në darkë. Jo, sepse mbaroi koha. Ora 22:55 minuta. Po lexoj pyetjet që ju kanë ardhur nga QR kodi atje, Totus. I pa parë Totusi, ë? Shkruani gjithë Totusi. Ë? Jo, nisem me Marsidin, po them. Me Marsidin do nis. Po, okay. Po. Çfarë është? Pyetje që kanë ardhur nga Totus për juve. Po, me kënaqësi më të madhe. Një skanim, një login, bëni pyetje. UK thot, UK Google 8811, se nuk vën emrat e tyre. Po. S'duan nga ndonjëherë duan të rinë anonim, valla. Po, është më mirë. Okej. Pse është më mirë ose? Në anonimat ti e bën pyetjen më drejt. Je më i lirë. Maska, në fakt me maskë e gjithmonë më i lirë. Që di e madhe. Përveç Trumpit, që s'ka maskë fare, thot ato që mendon fare. Që gjithë maska kanë. Është ja sa të besueshme bën. No. O le di ama mos marrë të vëmë atë sot vëlla. Atë të Macroni me syze më burr. Le di e ke marr? Për një sekond se ka perl. A le di jo? But sometimes it's too slow, for sure, and it's to be reformed, for sure. That the rule of the game is just the rule of law. So. 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 Perle, qatë perle. E pa parë. UK Google 8811. Mi mbrëma Azerbajdxanit dhe kësha një pyetje për Marsidin. Cilës figur nga antikiteti i ngjan Papagjiu ynë, Edi Rama, alias Ramsi IV. Po këto janë përgjigje fare të shkurtra, me një ose me dy fjalë, se nuk kemi kohë. Cilës figur nga antikiteti? Ne kemi thënë njerë. Po, një lloj forme, për mua ngjan Perikliut, po. Për ata që nuk e dim, Perikliu, Marsit, ka jetuar në nga si Livi si Livi dhe që ka qenë në Athinë? Perikliu ka qenë mbahet një nga shtetarët më jetëgjatë në historinë e Athinës. Është themeluesi i rreth 40 vjet, rreth 40 vjet. Po, dhe një nga njerëzit që ka lënë një epitaf dhe është personazhi kryesor në librin e Thuqydidit, Historia e luftës Peloponezit, dhe pikërisht pjesa më e famshme e atij libri që është edhe po ashtu e kemi bërë edhe prezantimin në studio tek emisioni Scrolling, epitafi Perikliut, ose fjalimi i tij mbajtur gjatë Athinës. Unë mendoj që Perikliu ka pasur ngjashmëri me Ramën vetëm për shkak të fakti që oratoria e tij ishte goxha imponuese dhe në momente që populli kishte rënje morale, degradim moral ose në pesimizëm, dinte ta grinte dhe në njëjtën kohë në një moment që kishte oftë të jashtëzakonshëm, dinte që ta ushtronte pushtetin e vet nëpërmjet retorikës dhe mënyrës se i fliste dominimin e popullit. Kaligulës që bëri Kalin deputet apo i ngjan Perikliut? Se Perikliu ishte shumë i urtë. Si ishte? Kaligula. Ai zboj gjithë opozitarët Perikliu. Perikliu po. I zhdukut gjithë, ka qenë i tmerrshëm, ka qenë. Dhe është nga njerëzit edhe një ngjashmëri tjetër, i cili paguante më shtrenjtë sofistët për dalë në agora dhe të bënin sa më shumë shpërndarjen e mesazheve. Kamikazët pra që përdor ky. Perikliu i zhduku për arsye tjetër. Perikliu i zhduku për arsye tjetër. Top sumat. Sepse bëri një reformë që zhduku të pasurit e kohës për cilë shtresën e mesme në politikë. Por e kam më shumë të kjo lloj gjëje. I ngjan Kaligulës që bëri Kalin deputet dhe fyeu gjithë parlamentin, apo i ngjan Perikliut. Perikliu ishte i urtë, vizionar dhe dinte se si të manovronte në situatat vështira. Po ky ka vënë kush është Kali Papagjiu ton? Kaligula.
Mimi, po kush është Kali që ka Gjithë bërë grupi pra? kriminal që doli me dekriminalizimin. Gjithë grupi kriminal në mandatin e... Po, pa i e bërë për të tallur, se ky se bërë për të tallur, ky me ata fiton zgjedhje. E bërë si ishte i çmendur. Po e Përsa ky i përdor si mjet, është tjetër Ti gjë. çosh parlamentit të Shqipërisë, të gjithë kriminalet e Shqipërisë, Në një familje është dhe të tallesh, thua ti, përveç se fitosh para, dakord. Atëre, Sebastiani tash. Ose e përgjigjem dhe unë, po Çani kur eksplorusi, Çani kur politikanët e mos të Shqipërisë fillojnë kërkojnë ndihmë nga Orienti për të rregulluar marrëdhëniet me Oksidentin, po ndjejnë se po bien nga pushteti. Kjo nuk është pyetje, kështu që të kam thënë mos dërgo komente, dërgo vetëm pyetje që do t'i lexoj. Ledi ku jam fut dhe mua në ekran të jemi të tre po munde. Ergys Meçe, dihet vlerësimi Trump për liderit e fortë, edhe Ergysi se ka pyetje, ka koment, nuk po e lexoj. Florence Makri, nga dërsimi i sulmit të SPAK dhe qeverisë mund të jetë dhe si pasoj e reflektimit të brendshëm të strukturës tyre, arrestimet thjesht me akt akuzë dhe një vendim i kushtetuesit kundër në rastin Balluku janë veprimet në limitet e ndarjes pushteteve. Nuk besoj që Ramsi ka arritur të influencojë dikim të drejt për drejt. Si mendon Sebastiani dhe Marsidi? Sep, shkurt fare se nuk kemi kështu. E beson këtë gjë? A je dakord me këtë? po dakord. Po. Eriku pyet Marsidin. A ka pranuar Rama, zoti Gupi, palestinezët e Gazën në Shqipëri si ofertë nga Amerika për të hyrë sërish në pëlqimin e tyre? dyshohet që mund të jetë dhe kjo një gjë që është diskutuar, ka drejtë dhe falenderoj për pyetjen. Mendohet që po. Të qenë pjesë e diskutimeve ofte. Jemi në Totus në këtë moment dhe i po flasim. Totusi është pikërisht ky QR kodi këtu, që ju mund ta skanoni, mund të bëni një login të thjesht edhe hyni direkt në emision, unë do e lexoj. Nëse doni me anonim, siç doni, nëse ashtu, mund të lini dhe emrin tuaj, s'ka problem. Antoni, çani të gjitha lëvizjet e fundit të Ramsit kanë qenë të planikuar përpara hetimit, thotë, të personazheve që ka vendosur ai. Qoftë vizita e Ivankës, qoftë vizita në Izrael, nuk janë gjëra që organizohen për 2 ditë. Më farë se s'dua të ndëry, po kjo Ivankës organizuar, me nga burimet e mia po flas, nuk e vë dorën në zjarr, në një kohë rekord. Kjo e Ivankës. Dhe është bërë me një lobim që ka kushtuar shumë para. Shumë, po shumë. Shpresoj që një ditë të dalin këto. Si nga i di. Kam 30 vjet në treg. Gaca pyet, pse lodheni brenda pak kohe do bie Rama nga pushteti, një njeri nga Dardania do marr pushtetin, do bashkë Shqipërinë me Kosovën, na urdhë. Duan tani. Pse na fyeni intelektin me këto gjëra? Si ka mundësi? Nuk mund të bëhet kështu kjo punë. Alban Sina thot, çështja është çfarë ka nevojë amerikanët për t'i dhënë amnisti Ramsit, se Ramsi ka ofruar gjithçka në tavolinë. Si mendon Sebastian? Asgjë. Asgjë. Gjori, shkruan Çani Puç. Ke ndonjë mendim për të Çani Puç? Gjol, mos kohën kot, lutem, bë pyetje. Se vdesësh budalla pastaj. Togu thot, pyetje për Sebastianin. Sa janë gjasat që Ramsi do thirret në SPAK në shkurt mars me që qenë ka për takim në shtëpinë e Bardhë, thot. A mos do përdor takimin që të duket i fortë për drejtësisë dhe në opinionin publik? Nuk thritet për takim në SPAK, në Shtëpinë e Bardhë. domethënë mund të shkojnë në shtëpinë e Bardhë, por nuk është detyrimisht fakti që do shkojnë në SPAK. Ajo që po mundohem të them është që nuk ka lidhje midis një takimi në shtëpinë e Bardhë dhe ndjekjes penale që mund të ushtrohet nga prokuroria. Gimi pyet Marsidin, mundet Ramsi të kënaqë njëkohësisht dy familje në konflikt mes tyre? Po, madje kjo është... Se është Papagji, ndyshë s'do ishte Papagji. Po, suksesi më i madh diplomacisë Papagjinve të kënaqësh dy të... Edo papas e qi papas, edo papas e qi papas. Vresu papas, pino papas vini papas, karstët e matan. Një fjali gjatë. E tha për të kënaqur gjitha entitetet religioze. Vetë tha jam katolik, gruan e kam muslimane, djali i madh është ortodoks, djali i vogël do bëhet hebrej. Kjo është. Kënaqje jo 2, po 4. Ja. Rama pyet Sebin, a ishte ky përfundimi i Ramsit me këtë takim në Izrael, pasi Bibi është fundosje sipër dhe Ramsi u tregua aq servil sa që tha më dridhe një gjunjt? Nuk e dia ju ka thënë Mossadi, tha, por mua jam duke më dridhur gjunjët. Ajo çka bëri Rama... Me një fjalë, përgjigjet, se s'kemi kohë. Ne tani po respektojmë njerëzit që kanë bërë pyetje, po me një fjalë përgjigjet. Jo, nuk e besoj. Jo. Patronazhisti i Lagjës pyet Marsidin, patronazhisti i Lagjës, per. Nëse SPAK, zoti Marsid, kujdeset për respektimin publik,
po bën politik dhe s'ka pse ankohet kur Ramsi futu në drejtësinë. Po, luft midis tre pushteteve. E kemi thënë madje tek fryma e ligjeve, teza e Montesquieu, po ta zhbirosh dhe ti heqësh me parimin e reduksionizmit gjithë thurat, kjo është një ambicie, duhet të vëmë përpallë një ambicie tjetër në mënyrë që këto ambicie të rinë në ekuilibër. Nëse nuk përplas. Aldris Sadikaj pyet Sebin. Zoti Çani, kam një pyetje për Sebin. Opozicionari kryesor i Izraelit, fakt thot, babai i cilit është i shpëtuar në Shqipëri nga gjermanët e ka ngritur në piedestal Ramsin si vetmi që erdhi në ditën e përkujtimit të Holokaustit si lider botror. Jo, erdhi dhe Dodiku. Ai që është shpallur non grata nga departamenti i Thesarit në Amerikë. Po. Kujdes. Bëuni të plot kur lexoni lajmet. Rast analog, po t'ishte Berisha këtu dhe të vinte, tani ja, këto keni pra që dojnë bëni pyetje, pastaj zgjasin, fundi parante, nuk kemi kohë. Bëni të zgjuar, një pyetje të shkurtër. Të shkurtër, pas me pyetje në fund. Çani të lutem, është ky tjetri, thot, a nuk do ishte zgjidhje që opozita të mos hynte në zgjedhjet kombëtare si 2017 po u bërë qeveri teknike pa Ramën? Seb? Jo. Sigurisht që jo, edhe provoj dhe iku për lesh. Marsid, Niko Çorej, të bën këtë pyetje, Niko Çorej. Çfarë mbi emrash më plak? Po çfarë mbi emrash? Çorej, me 2 r. Se mirë ç, se ç e kam dhe unë. Po dëgjoj, ç o r r e j. Çfarë perle më Marsid? Po si mund të quash Çorej më Marsid? Mirë me 2 r. Po j ja në fund për çfarë duhet? Se mund të ishte thjesht Çore për shembull. Po pse Çorej me j? S'ka asnjë shpjegim për këtë. Niko Çorej, me këto takime, a mendoni se Ramsi po i bën kashilliqe Turqisë? Ku është Shqipëria në këtë mes? Mendoj këtë gjë që shkakton disekuilibrim të marrëdhënieve me Turqinë. Edhe pse ai e përmendi Turqinë, ëh? Përmendi Erdoganin në fjalim. Dhe shohim tani. Fatmir Sula se po të pyet, thot, kush e kontrollon në fund lojën, thot, ligji apo pushteti? Pushtet është. Ha? Ligji pushtet është. Ta futi Fatmir, ligji pushtet është. E priset të përgjigje. More vesh. Fatmir Sula është këngëtar. Papaxhiu shkruan. Këtu ta fusin Papaxhiu, po ju nuk më ndiqni vëlla. Jo i quani zotëri Rama këtu. Thani Papaxhiu se është në përgveli apo? Është nder i madh, është kompliment i thuar Papaxhiu. Njeriu që gënjen gjithë dynjan ka 12 vjet, të huaj dhe shqiptarët të huaj. Kujdes, po i gënjen të gjithë. Edhe bashkëpunëtorët. Brillant, burr. Edhe bashkëpunëtorët. Edhe bash. Ore ky do futet në Guinness më plan. Mbani mend më burr. Si super Papaxhiu më. Papaxhiu pyet, nëse thot Papaxhiu të ngelet deri. Çfarë perle? Cili mendoni ju se është ansi që mund të ketë në dorë për të shpëtuar thertoreve të stallave gjeopolitike? I mençur Papaxhiu. Marsid? Me një fjalë, thua dot, cili mund të ishte Chelsea? Pra ansi, thot Papaxhiu, që se ngelet deri, si mund të ishte ansi që mund të shpëtoj thertoreve të sallatave, të stallave gjeopolitike? Të luante martirin politik. Martirin? Po. Mos është Papaxhiu vetë që bën sondazh? Është Papaxhiu vetë që e mendon këtë vëlla. Jo, nuk është ajo. Pyetje e bukur. Ë? Shumë pyetje e bukur. Pyetje e bukur. Sep një pyetje për ty ka Aldris Sadikaj. Faleminderit. Po. Aldrisi thot ti pyet ku është deri. Po Derkuci emisionit ku është? Dgjoj. Si ishte për ty pyetje, ishte për mua në fakt. Derkuci ju ka marrë malli, ë? Iku Derkuci vdiq. Po lindu disa të tjerë. Dhe marrë në një ditë. Antoni pyetje për Sebin, mirë se iku Papaxhiu, po këdo vend pas ti? Këdo. Derkucin tim, nuk ka asnjë rëndësi. ARH-ja pyet për ty, Marsit, thot, pse nuk e ndjekin penalisht Trumpi, thot, se ka votot e popullit, dhe Ramsi ka votot e popullit. Si e shpjegon? Në fakt, kjo është pyetje më shumë për Sebin, se sa për Marsitin. Marsiti bie dakord me këtë? Po. Po të kesh votot e popullit, në fakt? Seb? Parimi kryesor i populizmit sot është vota që ndron mbi ligjin. Të gjithë ata që janë gjysmë diktator, gjysmë populist dhe gjysmë të çmendur, thonë që nga që kemi vota, mos na ndiqni penalisht. Faleminderit Seb, jemi duke lexuar pyetjet tuaja që keni dërguar te kutia magjike atje që lexon pyetjet tuaja, është një QR kod, totus. Futuni atje brenda, bëni pyetjen me emrin tuaj nëse keni dëshirë, që unë t'ja u lexoj, prandaj edhe ky quhet komunikim direkt mes nesh, pra ju merrni pjesë në emision, unë ju bëj pjesë e emisionit,
qofse ju s'keni probleme që doni të rini anonim. Behar Karaj, Marsit, po bën pyetje, nuk po e mbron Spak Ramën, por Saliu, sepse nuk arrin ta mund, thot. Po, e thash pak më përpara. E tha. Dhe ka drejt. Dhe ka drejt. Kjo pyetja e Mapersit u bën një pyetje sinqet, kush do jetë paraarsi i PS-s? Paraarsi i PS-s pas Ramsit ton. Pasarsi do ke dashur të thotë. Ka shkruar paraarsi po. Pyetje ju mungon Flogerti, thot ku është? Flogerti kishte punë sot, do vi nesër. Matteo Velo. Nëse Rams kishte fuqi mbi Spakun në formë perceptimi edhe pas takimit me Shtëpinë e Bardhë, pse do i tregonte shpatën në libër dhe se i trëmbet Spaku disa kohë më parë? Kë shpati ka treguar në libër? Se di, nuk e di. Do i tregonte shpatën në libër, thot, dhe se i trëmbet Spaku disa kohë më parë. Matteo Velo, më duke se po jeton në një botë paralele, nuk kemi para asnjë shpat. Kujdes Matteo, po qëndrohu, kthjellohu. Ke kadastra. Ali Këlqyraj. Ali Një Këlqyraj. personazh shumë interesant. Çfarë mendon Sebi dhe Marstiti, thotë? A është Sali Berisha ai që mban Ramën në pushtet duke mbatur peng PD-n dhe hudh balt mbi partitë e reja? Seb dhe pastaj Marsit. Po. Marsit? Po. Po, ha? Duke mos hapur rrugën e hapjes partisë. Duke mbajtur një ekip të dobët për ballti. Duke mos krijuar narrativa realisht që në mos e shkundin themelin e pushtetit të tij, të paktën ta atakojnë. Ka qenë pyetja që kanë bërë drejt për drejt. Je me Spakun kundër Ramës apo me Ramën kundër Spakut? Nuk ka ndërmjet. Ta them edhe unë një përgjigje pak. Jepi. Fuqia e Ramës është një parti socialiste shëmbullore e cila punon ditë-natë që ky të fitojë ato vota. Zoti Berisha i ka të gjitha meritat e tij për çka ka deri tani, por për mua është kapitulli mbyllur, që do të thotë në këtë lloj mënyre, nëse Partia Demokratike nuk është parti konkurruese, nuk është parti e cila garon përballë Partisë Socialiste, parti e cila merr vota, Rama dhe Partia Socialiste do të fitojë gjithmonë. Akumulimi i urrëties që tenton të bëjë Berisha për të popullit, për t'ia çuar përpara Ramës, është teknik për të bërë 2, 3 apo 5 protesta. Ajo me të cilën munden të gjithë kundërshtarët është sa para i ngelen në xhep në fund të muajit, a arrin të blej ushqimet, a shkon dot në shkollë, a nuk shkon dot në shkollë, a i çon fëmijët në shkollë apo nuk i çon në shkollë. Sot shqiptarët po ikin dhe kostot e tesës janë shumë të larta. Këto që thot Berisha me amerikane, me norvegjeze, me finlandez, këto janë thjesht akumulo urrëtie ndërto teori konspirative që i pam edhe kur ishte çadra. Faleminderit Seb. Ora është 23:13 minuta, 23 çerek po shkon pak a shumë. Unë dua t'ju them se ne problemin e kadastrës së Vlorës që u mbyll dhe gjithë historinë rreth rrotull saj, arsye se pse u mbyll kadastra në Vlorë dhe pse do transferohet në Tiranë, nesër do e shpjegojmë në këtë studio me detaje, për arsye se sot na mori gjithë kohën ky aktualiteti. Ju falenderoj jashtëmase të gjithëve ju që morët pjesë në Totus, në këtë QR kodin këtu që u skanuat, që bën skanim dhe u loguat atje brenda. Vazhdoni ta bëni këtë çdo javë. Ne takojmë prapë nesër në orën 10 darkës. Pa humbur kohë, Ledio, ne duhet të vëmë sot një sekond, Ledio, që mos harroj unë, me çfarë video do e mbyllim ne këtë sot? Apo s'ka nevojë se e vum një herë? Para se të vëmë në fillim. A? E vum në fillim. E vum fillim. Gjithsesi, Ledio, unë them kështu. Gjithsesi unë kam 3 karta për të treguar. Po mos ato të na zgjasin emisionit, se unë ato nuk kuptoj, do e shpjegoj Marstiti me Sebin. Ja do të shpjegoj dhe unë ndoshta. Më shpjegosh dhe ti, vetëm çoj pak zërin dëgjojmë. Para sa mbyllim, Marstit. Më ndihmo me këto karta se mos marr vesh fare nga Bixhozi, s'kuptoj fare. Ha, Ledio, plasi. Atëherë. Nxili kartat. Ledio? Ja, një sekond. Unë nise nga Papaxhiu, a? Pino papas. Edhe papasi që papas. Ah, Ky është deri maç. Trump. Deri maç. Ky është Trumpi. Po. Po. Pastaj. Na? Kjo është Çupa Kup, që është Ivanka. Goca, po. Çupa Kup, po. Çupa kup.
Po tamam, çupa kupësh, po. Dhe kjo është Fandi Spathi, Që është? që është Bibi. Kush? Bibi, Bibi. Po. Ah, Bibi Netanyahu. po. Kush është karta fituese në këtë rast? Pyetje për çunat. Deri maç. Trumpi thua ti. Seb? Po deri maç. Deri maç. Pse ti Ledio ke ndonjë ide tjetër? Po them që për të arritur këtë deri në maç duhet nisesh nga Fandi Spathi, të shkosh ke çupa kup dhe të kapësh deri në maç. Nuk me jeton një big up, Ledio? Së mund të vesh do të deri maç pagaluar nga Fandi Spathi. nga thuaj e. Fanta është Jani, jo, është Fanta. Apo ngatroj. Ë? Fanti. Fanti Spathi është kjo joja apo jo? Ë? Pra, për të vajtur te Trumpi, te deri maç do të kalosh nga Fanti Spathi, Që është Bibi. që është Bibi Netanyahu, Çupa kup. për të kaluar te Çupa Kup që është Ivanka, pastaj të mbrish atje. Po. Fitoj Ledio më duket se. Se detyrimisht. Po atë nuk po bën papaxhiu jon. Po shkoj te Steve Bannoni direkt, pse ta marrim kështu? Për shembull, ja po e marrim Fantin Spathi, po e marrim Steve Bannon, është njeriu më i afërt i Trumpit. E ai duhet të dasi garron. Steve ka qenë njeriu më i afërt. Sot njeriu më i afërt i Trumpit. Kur u bashkuan prapë? Po marrim po i bën gjithë strategjin tani. Marrim Seriozisht e ke mo? Sigurisht, marrim Mark Andresenin, marrim Peter Thielin, marrim Elon Muskun. Si ti thua, ka më të thjesht papaxhiu jon të kalojnë nga këta se sa nga Ivanka që është emocioni, se është gocë e babit. Se ti radhisim në këtë lloj mënyrë. Më shumë se çdo Ivankën, Trumpi, nuk do njëri, nuk besoj se do njëri tjetër. Pikërisht pra. Mendoj unë nuk jam prind, ti ke gotë dhe e di Pikërisht pra. se çfarë bën. Prandaj pra ky papaxhiu është i zgjuar pra. I kapi gocën pra. Se kap kështu ti më. Si mund t'i thotë jo baba i vajzës. Tu s'kam çat them. Po ha pra, sep tani se më çmende. Tu nuk kam çat them. Po pra. Marsitu iku tani u zhyt në mesazhin celular se kishte mendjen. Po më shkuanin pafund prandaj. Po le të shkojnë në burr tani, o Marsit. Pse ma bën këtë punë më burr gjithmonë? Ti e di sa i lezetshëm je kur nuk e ke mendjen te celulari më burr. Kur ke mendjen te celulari ty të hutojnë ata. Kush janë ata që të shkojnë gjatë emisionit, Marsit? Fantat të prershëm të emisionit. Trumpi është aq i paparashikueshëm sa që Elon Musku la $100 miliona që ky të bëhej president dhe kur vjen fundi i tha. Kështu që në qoftë se do është vetëm e bija. Në fakt më mirë është të rish sa më larg Trumpit, ë. Po u futet shumë në vorbullën e tij, nuk i di se ku shkon. Te princi ka një parashtresë me që edhe doli te promovimit. I tha kur vdes mbreti tha duhet të jesh afër apo larg. Kur vdes mbreti tha duhet të jesh nuk duhet të jesh shumë larg sepse të vjen lajmi. Pas shumë afër. Pas shumë afër se të ze në vete. Tani çfarë dua të them me këtë lloj gjëje? Të vjen lajmi do thotë që nuk shkon te tava. Po kur je shumë afër, ikën dhe timet tjerët. Kështu është edhe puna e Trumpit. Ai qëndron fort tani që flasim, por personazhet e atilla të paparashikueshëm mund të bëjnë ndryshime të atilla që kur të kap ajo fundi gishti i vogël ty në këto lëvizje dhe mëdha gjeopolitike, ti nuk duron dot, nuk je Gjermania apo Japonia. Kështu që këtyre tipave qëndroi çik në distancë. Kundërshtohet Marsit? Për një vend vogël si Shqipëria, këto i thosebi nuk ka ndonjë vlerë të madhe, apo ai fiton se koha e Ramsit vëlla. Hecën është shumë ndryshe se koha e Trumpit. Po. Pra vërtet Trumpi mund ndryshoj humor, po sa ndryshoj, sa të vi efektin në Shqipëri duan vite të tëra dhe në fund e Ramsit nuk është rekord gjë të madhe. Dhe në 2050 do më të jetë i shkretit. Tani se ne dhe ne egzagerojmë. New York Times kishte një artikull të gjatë, të mirë. Ti jetë për ty, nuk e mbyll emisioni, po ma thuaj ti kur ta mbyllim, dakor. Se ky fillon nga Sebi është i paparë. Unë ka gjithë frymëzimin. Sebi është, po se është kështu më vëlla, është ka një fajl, paf hap një fajl tjetër, është. Ekziston dhe koha konceptin e Sebit. Dhe mire ka. Sebi po ta vesh re. Dhe mire ka. Problemi më. Po duhet të marrim një ditë operator privat vëlla. Kuptimin e operatorët tanë që po se unë kam marrë operatorëve se mundëria pafund tani, ë. Vetëm ta mbyllja me këtë lloj gjëje. Për ta thënë. Edhe mbylli konkluzioni, jo të më nisesh. Unë tha Trumpi mundet ta kemë heq Maduron tha sepse kërcente si puna ime. Dhe ky është artikull në New York Timesit. E di, e kam parë, po. Tani çojë në përmendje ti. Albania, Armenia, Azerbajxhan, që i thot Macronit, pak i ka punë të keq me Macronin i tij. Çoj dhe ndokush mesazhin aty, ti thot që dëgjoj, shive ç'a bën ky me ty, edhe e shohim ne pastaj. Për kush kur i qëndron pranë
këtyre personazheve kaq të rëndësishëm. Ja, foto e ditës, photo of the day, Marsid. Këtu, Marsid, hiqi celularin, plisë, e më të fundit, duke shumë keq, thotë janë kur je me celular. Dakor. Më thotë mua, po kjo vlen dhe për ty. Dakor. Photo of the day, Seb. Ta mbyllim me Zakonisht këtë. ky imazh tregon ikjen, ë? Ata po shohin murin, pra. A janë? Drejt një drejtimi tjetër, pra, po ikin në një drejtim tjetër. Unë nuk e shoh ashtu Ledion, vjen keq. Muri i lot. Ata, një ndër mua më duke po vinë më shumë se kur. Shkojnë drejt përjetësimit. uroj një gjë të thjeshtë. Uroj që kur që është në Izrael, të paktën ti ketë marrë ndonjë fond ose ndonjë ndihmë që ata të investojnë në bujqësi, në arsim apo diku tjetër. Ke seriozisht tani ti këtë? Uroj, sepse të marrësh dijet e atyre në këto fusha është gjë e jashtëzakonshme. O Seb, Por ky shkon Ose- si Okej, dakor, ky shkon si hajdut. Nuk shkon unë për këtë se them do të ke prova ti, që është hajdut. që është hajdut. Ti kalon nga një etike pa parë, te një akuzë pa parë, niveleve të larta, nuk e kuptoj si e bën këtë kapërcim kaq të madh. Sepse unë mendoj se kryeministri i vendit tim është hajdut. S'më ta thuash më. Unë mendoj se kryeministri i vendit tim është hajdut. Unë ndështoj perceptimin dhe në fund foli me perceptim. Po kemi një shokun tonave që Nuk e e dëgjoj. shpjegon. Ja, po prit, nuk e ka Marsidin çfarë thalla. Sa bukur e kapi Sebin Marsidit, duke qenë se është mafi filozofisë. Marsid? Kundërshtoj gjithkohën konceptin e perceptimit dhe në fund tha perceptimin e tij, gjë që është legjitime. Çfarë perle. Sebi jepi drejt Marsidit. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. 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 Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia? Baseball.